me shkresa, ndoshta më të shkruar, nuk qëndrojmë shumë keq, për shkak se sot edhe provimet, kollokviumet, gjitha i kemi me shkrim. Unë mendoj se pak më shumë mungon kjo pjesa e të folurit, ballafaqimit, të mbrojtjes, shprehja, do të thotë këtu e kemi vënë edhe pak më shumë theksin, do të thotë, prandaj edhe ndoshta edhe në kurrikulat tona, në ligjërata përfshihen edhe raste të studimit me atë që kërkohet nga studentët të dalin, të njëjtat t'i prezantojnë, t'i mbrojnë, do thotë duke u munduar që pak a shumë t'i përgatisin për atë që i pret. Megjithatë, rastet e këtilla praktike të garave, pjesëmarrja në gara është, do të thotë, ai kulminacioni i përgatitjes profesionale, do thotë në të dyja segmentet, edhe në të shkruar, pra edhe nëse nuk kanë ditë deri në atë pikë, aty e mësojnë shumë mirë nga praktika se si bëhet një kërkesë pa dije ose si bëhet një mbrojtje ose varësisht do thotë nga rastet që ju bien studentëve. Edhe dyta do thotë ballafaqimi drejt për drejt.